Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Bullet Point me mua Fatos Çoçolin, si çdo të premte mbrëma, duam të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve kryesore ekonomike të javës. Kemi nderin të jemi në shoqërinë e profesor doktor Adrian Civici, rektor Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Profesor Civici, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma Knesi, faleminderit. Së bashku me profesor Civicin, kemi përgatitur 5 temat për të diskutuar sonte dhe pikërisht samiti për investimet e huaja në Tiranë, momenti më i mirë i ekonomisë sonë. Tema e dytë, reforma e re e pensioneve, barazimi i moshës, kërkesë e Bashkimit Evropian. Tema e tretë, Banka Botërore, 20% të varfër në Shqipëri, mesazhet e saj për qeverisjen. Tema e katërt, nuk ka më kredi pa limit për banesat. Sa mbrojemi me këtë rregullore të re të Bankës së Shqipërisë, dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, Trump rikonsideron tarifat apo lehtësohet më në fund tregtia botërore. Le të fillojmë me temën e parë, profesor, samiti për investimet e huaja. I nismës së investimeve të ardhshme, një OJF ndërkombëtare nga Arabia Saudite, e financuar nga fondi publik i këtij vendi, ndoshta fondi i dytë më i madh sovran në botë, pas atij norvegjes, solli në lidhje online një numër kompanish të mëdha ndërkombëtare me asete në nivel të paktën 1.4 triliard dollar. Masdar i Emirateve të Bashkuara Arabe, Rheinmetall i Gjermanisë e shumë kompani të tjera. Në gjykimin tuaj, është shenjë se investimet të reja strategjike të huaja po na presin? Patjetër që po, mendoj që duhet parë në gjithë kontekstin e këtij eventi. Kemi parasysh që samitet tilla për investimet e huaja janë relativisht të shpeshta, në kuptimin që ka disa organizime financuesish, investitorësh në botë, natyrisht bazuar në një fond sovran ose në një institucion financues të rëndësishëm, të cilët mbledhin rreth vetes një seri investitorësh të vendeve të ndryshme, të interesuar në funksion të një objektivi më të përgjithshëm, që këtë radhë ky samit parashtroi që kishte si qëllim kryesor financimet në një Europë të zhvillimit qëndrueshëm, dhe natyrisht her pas here ato mblidhen në vende të veçanta për të bërë, si thua, diskutimet se kush do jenë kriteret, kush do jenë partnerët, kush do jenë projektet, që është shumë e rëndësishme, por ka shumë rëndësi dhe fakti se në cilin vend mblidhen, sepse përvoja ka treguar që në atë vend ku ato shkojnë, bëhet fjalë për investime dhe për financime të mëdha konkrete që ky grupim, po themi, ose ky samit merr vendime. Kështu që në këtë këndvështrim, fakti që u bën në Tiranë është shumë e rëndësishëm. Era parë në Europë e këtij lloji rrjeti u bën në Tiranë. Ky lloj samiti në bazë ka fondin sovran të Arabisë Saudite, po përveç kësaj prezenca e presidentit francez, mbrapa të cilit natyrisht qëndrojnë edhe një sër kompanish të mëdha franceze me investime në nivel ndërkombëtar, jo vetëm në Europë ose edhe më gjerë, dhe natyrisht fakti që u fol edhe për 3 projekte konkrete të mëdha të Shqipërisë ishte, si thua, një lloj miratimi për vazhdimin e tyre dhe mbi të gjitha për klimën e biznesit dhe për garancinë që kanë investimet e këtyre për masa për vende si Shqipëria. Ju përmendët me drejt, profesor, vullnetin e angazhimit me vlerë 1.4 miliard dollar, pra 3 projekte kryesore, po i marrin me radhë për projektin në Sazan të sipërmarrësit Xherret Kushner, i cili gjithashtu ishte me një përshëndetje online për samitin. Lajm pozitiv për ne dhe të ardhmen e investimet të huaja, kjo përshëndetje zotit Kushner? Po, sepse ishte konfirmim i vazhdimit të këtij investimi, që është një nga investimet më të mëdha, sidomos në fushën e turizmit që ne aktualisht e kemi përparësi në zhvillimin e ekonomisë, në punësim, në rritjen e GDP-s edhe me radhë. Meqense ka pasur dhe shumë debate dhe komente, unë mendoj që nuk duhet të shikojmë pjesën, si thosh, politike ose pjesën private, personale, sepse edhe jo më larg se Shqipëria, edhe Greqia ka me 10 investime të kësaj natyre, të bëra nga këto lloj fondesh, të gjeneruara nga këto lloj samitesh në degë të ndryshme. Pra, e rëndësishme është që ne si do negociojmë disa kushte që të marrim
përfitime maksimale, se jemi partner, dhe të jemi transparent, por çështja është që ky lloj investimi e fut Shqipërinë në një stad tjetër të ofertës saj turistike. Ishte i pari huaj profesor që foli edhe për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, tha që për mua shumë e rëndësishme që kjo strukturë po bëhet gradualisht. Jemi në pozicionin ku do jemi në këtë ishull, 60 milje tha nga Korfuzi dhe 60 milje nga jugu i Italisë. Pra, realisht gjykoni se është parë si një pikë strategjike pozicioni i vendit tonë më në fund? Po, Vlora dhe gjithë rajoni nga Vlora dhe më në jug, po shikohet si një, si thua, pikë e dytë ose zonë e dytë mbas Tiranës për të zhvilluar në të gjitha aspektet. Dhe natyrisht edhe duke pas parasysh ngarkesën shumë të madhe që ka aeroporti Nën Tereza në Tiranë, një aeroport tjetër do ishte një lloj shpëtimi për të lehtësuar transportin, por aeroporti i Vlorës me përmasat që ka, me parametrat që ofron, është në të gjitha nivelet një aeroport i përmasave dhe i shërbimit ndërkombëtar, nuk është një aeroport i vogël lokal i cili ka aktivitet kufizuar. Me pistën më të gjatë në Ballkan. Unë mendoj që jo vetëm që do t'i shërbej më mirë pjesës turistike, sepse tashmë një pjesë e madhe e turistëve në Shqipëri vinë kryesisht për zonat bregdetare dhe natyrisht pjesa më intensive është përveç Durrësit dhe Shëngjinit, natyrisht pjesa e jugu e përballon, kështu që ata mund të shkojnë direkt atje pa pas nevojë për transport shtesë nga Tirana në ato vende, por kemi parasysh që edhe aeroporti i Korfuzit është shumë i ngarkuar dhe mund të shërbejë aeroporti i Vlorës si një aeroport tranzit ose fundor, jo vetëm për turistët që vinë në Shqipëri, po edhe për turistët që janë në Korfuz ose në zonat përreth, dhe njëkohësisht është një gjenerus i mendoj që mund krijohet edhe një mundësi që edhe aeroporti i Tiranës dhe aeroporti i Vlorës të mos jenë aeroporte fundore, siç janë sot, po të bëhen edhe aeroporte tranzit, pra të shërbejnë nga perëndimi në lindje praktikisht kështu i bie. Nga veriu në jug, çka do t'i bënte edhe më me intensitet pune, edhe më të rëndësishëm nga pikpamja gjeoekonomike ose gjeopolitike. Potencialin e kanë, si thua. Kështu që besoj që investimet kësaj natyre janë shumë të rëndësishme, duhen trajtuar dhe menaxhuar me shumë kujdes sepse edhe janë shumë të mëdha si investim, po dhe duhet marrë në konsiderat gjithë llojet e parametrave dhe shërbimeve që ato mund të ofrojnë. Dhe në këtë rast, natyrisht mund të shërbej dhe do të shërbej edhe projektit në ishullin e Sazanit, por më shumë se kaq, do jetë një aeroport besoj intensiv për shumë fluturime në një nga zonat më aktive ekonomikisht tani në Shqipëri. Ju përmendët profesor 3 projekte me të drejtë kryesore në vlerë mbi 1 miliard euro apo dollar. I dyti që u fol në summit ishte investimi trefisht për shtrimin e kabllit elektrik nga Vlora në Brindisi mes Shqipërisë, Italisë, por edhe me pjesëmarrjen shumë të rëndësishme të kompanisë publike Masdar të Emirateve të Bashkuara Arabe. Investim 1 miliard euro, i cili gjithashtu mori rikonfirmimin, besoj në këtë summit, që është në kryerjesi për projekti po përgatitet dhe në hapët e para mund të jemi edhe konkret në muajt apo vitet që vinë. Në gjykimin tuaj, sa i rëndësishëm është ky investim? Shqipëria që me projektin në TAP, natyrisht që ka hyrë në një fazë të re të interkoneksionit dhe lidhjeve për sa i përket gazit, për sa i përket tashmë energjisë, në një të ardhme më të afërt edhe naftës ose elementeve tjerë të qoftë me natyrë energjetike, qoftë me natyra të tjera. Dhe natyrisht një lidhje interkoneksioni me Italinë është shumë e favorshme, jo thjesht si një shërbim që Shqipëria i bën duke vënë në dispozicion një pjesë territorit saj për të kaluar një kabël ose një diçka tjetër që ishte rasti TAP që transmeton energjinë, por bëhet pjesë e një rrjeti ekuilibrus edhe shumë zhvillues për sa i përket Shqipërisë. Ne tashmë jemi të lidhur edhe me Greqinë, jemi të lidhur edhe me Kosovën, edhe me një pjesë të Europës juglindore edhe më tej. Pra,
Unë do e shikoja më tepër edhe në kuadrin e një bërje pjesë në rrjetin energjetik europian për shpërndarjen e energjisë elektrike dhe natyrisht lidhja me Italinë mund të ketë edhe efekt të kundërt, mund të ketë efekt siç është tani pozitiv që ne transmetojmë për ta eksportuar, po në rast se nevoja mund të bëjë edhe efektin e kundërt që ne të importojmë për të balancuar mungesat që mund të kemi nga prodhimi jonë. Na duhet dy fish, si që kryesisht që është hidrik. Dhe kjo na rrit edhe rëndësinë gjeostrategjike të Shqipërisë, sepse tashmë edhe vendet si Italia dhe vendet tjera bëhen edhe më të interesuara edhe për zhvillimin ekonomik, edhe për stabilitetin e Shqipërisë, sepse kanë një interes madhor për sa i përket transmetimit të energjisë. Pyetja e fundit për këtë temë të parë, profesor, a mund të zgjas ky moment i mirë i imazhit të Shqipërisë? Ju e thatë me të drejtë që janë rrjete të ndryshme të investuesve shumë të rëndësishëm në mbar botën, investitorëve global, që funksionojnë, ju e thatë, përmendët Greqia zhvilluar praktikisht përmes disa investime të tilla. A mund të zgjas ky moment i mirë i imazhit tonë si vend të rregjës për investimet të huaja? Si mund ta ushqejmë ne në rast se varet dhe prej nesh? Përveç pjesës që është më evidente që mund ta dëmtojë, siç është rasti i destabilitetit politik ose i pjesës që lidhet me ndryshimet e shpeshta të sistemit fiskal ose përgjithsisht me klimën e biznesit, unë mendoj që ajo që është më rëndësishme në këtë fazë ku ne kemi hyrë për këto lloj investimesh, është fakti që këto investime nuk duhen parë më vetëm si investime për Shqipërinë dhe brenda Shqipërisë. Sepse duke qenë edhe një vend i vogël, edhe një treg i vogël, përgjithsisht investimet kanë tendencë që të përshtaten me tregun me fuqi blerëse. Në rastin kur ne bëjmë investime në një natyrë më të hapur, pra investime që prekin disa vende bashkë, këtu bëhet fjalë edhe për kurudhat, bëhet fjalë edhe për aeroportin ose për linjat e interkoneksionit, apo dhe për kablot optike, apo dhe për gjëra tjera. Këto projekte tërheqin investime më të mëdha, sepse përfshihen disa vende bashkë. Kështu që në strategjinë tonë të zhvillimit, të rritjes ekonomike dhe të punësimit, duhet shikojmë pak përtej nevojave të ditës ose projekteve që mund të jenë vetëm shqiptare. Nëse do arrim që të kemi rajonale të paktën të ketë një vështrirje, pra bashkëpunim edhe me të paktën me vendet përreth, me Greqinë, me Maqedoninë e Veriut, me Kosovën, me Malnezi ose edhe më gjërë, këto lloj projektesh bëhen më të zbatueshme, më eficiente dhe natyrisht edhe investitorët e mëdhenj, për cilët ne kemi nevojë, sepse shtimi i kapitaleve dhe investimeve në ekonominë shqiptare tani është jetik që kjo ekonomi të zhvillohet dhe të zgjerohet. Dhe një nga mënyrat më të mira për të thithur këto investime janë pikërisht këto elemente që tham, natyrisht duke respektuar gjithmonë prioritetin që në vend të parë ngelet klima e biznesit, një legjislacion favorizues për sa i përket këtyre investimeve dhe natyrisht mbrojtja e interesave kombëtare edhe atyre natyrore ose element tjerë që nuk duhet shkelen. Këto janë detyrat tona të shtëpisë. Me lejen tuaj, profesor, po kalojmë në temën e dytë, i lutem regjisë, reforma e re e pensioneve, barazimi i moshës, kërkesë e Bashkimit Evropian. Shumë qytetarë ndoshta edhe kanë pyetur veten, ore si do bëhet ky barazimi i moshës së daljes pension. Tani e kemi ndekun 60 vjeç për zonjat gratë edhe 65 për burrat. Ndërkohë, e këtyre ditëve të fundit të javës, profesor, ishte dalja në publik e zëvendës ministres së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, zonjës Olta Amanjani, e cila të hënën tha se po punonte qeveria për reformën e re të pensioneve, por edhe në kushtet e kërkesave të integrimit, qoftë me ekspertët e Bankës Botërore, por qoftë me ata të Bashkimit Evropian, dhe është kërkesa kryesore në këtë fushë e Bashkimit Evropian që të vijet drejt gradualisht, kuptohet, një barazimi të moshës daljes në pension nga të dy sekset, që duhet të jetë 67 vjeç. Kuptohet që qeveria, sipas vetë zonjës Manjani, kërkoi një periudhë tranzitore të realizimit të saj, nuk do të jetë 2 vjet, 3 vjet, qytetarët edhe nuk kanë pse të shqetësohen, në kuptimin do jetë graduale, por kuptohet do të përfshihen të gjithë ata persona që sot janë pjesë e forcës së punës. Komenti juaj, si e shikoni?
Ju me Ngjarje e ditës, të thua se drejtë në vizuat faktin e kërkesës Bashkimit Evropian për barazimin e moshës. Kjo është një standard që në të gjithë vendet perëndimore, vendet e OECD-s dhe në shumë vende tjera zbatohet. Ne kemi trashëguar një sistem pensionesh ku bënim dhe diferencimin duke konsideruar që gratë duhet dilin më shpejt etj. Dhe në kuadrin e barazisë midis burrave dhe grave, po më shumë se sa barazi në aspektin fizik, si thuash, kërkohet barazi në raport me shkallën e kontributit me vitet e punës që secili kontribon. Por kjo reformë që tani është në proces është shumë më tepër se kaq, sepse duket që për faktin që ne kemi arritur në një pikë që sistemi i pensioneve na ka nxjerrë shumë probleme që duhen rregulluar, që reforma e fundit e bërë në vitin 2014-2015 ka vetëm 10 vjet dhe po tregon që është situata që shumë faktorë kanë ndryshuar dhe shumë elemente saj duhet rishifen, të paktën nga ajo që po diskutohet në drejtimin edhe të Bankës Botërore, po përgatitet një paketë e re që do ta reformojë gjithë sistemin e pensioneve në Shqipëri, duke pas parasysh disa elementë. Rreth parë edhe në kuadrin e integrimit të Bashkimit Evropian edhe kapitujve përkatës që ne po hapim, por edhe në barazim të një lloj standardi që kanë vendet e zhvilluara dhe po shikosh shumë nga shifrat ose përqindjet i referohen vendeve të zhvilluara të OECD-s ose vendet e Bashkimit Evropian. E thënë shkurt, me disa elemente, ajo që po diskutohet në radh parë është problemi i viteve të kontributit për të marrë pension të plot. Mendohet që do vendoset... Do të ulet, besoj. Jo, vite do bëhen rreth 40 vite të domosdoshme që të marrësh pensionin e plot. Nuk ka ulje, sepse nëse llogaritet që kriterin tavan ti fillon që në moshën 23-24 vjeç që të punosh, i bie që 66-67 të dalësh pension në këtë shifër që ju përmendët. Po shikohet që të ulet kontributi, sepse Shqipëria e ka rreth 21.3%. 21 po. Diçka e afërt të 21%, 18.2, pra ne dhe si kontribut e kemi shumë dhe fakti që ky kontribut është relativisht më i lartë, ndikon edhe në informalitetin e punës, por edhe në koston e punës dhe në uljen e konkurrueshmërisë shumë bizneseve shqiptare si pasojë kostos që ka puna. Pra po shikohet mundësia që mund të preket, si thua, kontributet mund të ulet, qoftë për punëdhënësin, qoftë për punëmarrësin. Po shikohen më me kujdes raportet midis pensionit social, pensionit minimal, pensionit mesatar, sepse praktikisht dhe në strukturën tonë pensioneve dominojnë pensionet e vogla, minimal, dhe kjo e lidhet dhe me një element tjetër të reformës që është duke u studiuar, që ka të bëjë me faktin se si mund të indeksojnë ose të shtohen pensionet, sepse me skemën aktuale, si thua, skema është pak e ngurtë, nuk lejon që të bësh ndërhyrje. Ndërhyrjet bëhen më tepër në formën e shpërblimeve të ndryshme që mund të marrësh ose lehtësive të ndryshme për sa i përket personave në pension, por me skemën e re mund shikohet një mënyrë që edhe pensionet të ndjekin në njëjtën logjikë si rritja e pagave, apo dhe indeksimi i tyre të bëhet me një sistem tjetër, të mund vendosen disa parametra që pensionet e ulta dhe pensionet e fshatit të rriten më shpejt se sa pensionet mesatare dhe pensionet e larta, që është një element shoqëror, social, dhe që ka të bëjë dhe me paketën e modelit social që ne duam të aplikojmë. Dhe njëkohësisht ka edhe element tjerë pastaj që kanë të bëjnë me, sidomos me luftën kundër informalitetit, pra mendohet që duke ulur përqindjen e kontributit, duke shtuar edhe këto përfitime nga kontributi, është një stimul shumë i fuqishëm që të formalizohet, një pjesë e madhe ta deklarojnë normalisht. Dhe pagën reale. Elementi tjetër që ishte i rëndësishëm dhe është duke diskutuar është fillimi i aplikimit të asaj që quhet kolona 3, pra kapitalizimit pensioneve ose fondet private të pensioneve të detyruara. Çka do thotë që ai njeri që merr pjesë në fondet private të detyruara, kur del në pension, si thua, ka ato lekë që ka kontribuar vetë
Pra lehtëson edhe Drejt. buxhetin e Një shtetit. lidhje drejt për drejt. Drejt për drejt, dhe natyrisht ai pastaj e negocion pjesën e pensionit dhe për sa i përket madhësisë edhe për elemente të tjera. Po kjo do kërkoj një edhe reformim të vetë tregut financiar në Shqipëri, të institucioneve menaxhuese të fondeve të pensionit, siç ndodhin në Maqedoninë e Veriut, se kemi rastin në vendet e zhvilluara dhe besoj që edhe kontributi i buxhetit shtetit, nëse këto lloj elementesh do funksionojnë, nuk do jetë më një presion kaq i madh sa ç'është sot për ta mbajtur në këtë subvencion i pastër me 100 milionë euro. Sepse kolona e dytë dhe kolona e tretë, pra pensionet vullnetare dhe pensionet private zbusin pak presionin ndaj buxhetit për sa i përket rritjes pensionit. Por problemi kryesor në Shqipëri ngelet gjithmonë çështja demografike. Paktën si mas edhe disa studimeve që janë bërë mas 10 ose 20 vitesh, ne do jemi një vend ku 40% e popullsisë do jetë e moshës tretë ose popullsi në pension. Aktualisht kemi një raport pozitiv minimalist, po gjithsesi për çdo një pensionist 1.17 të punësuar, ndërkohë që ekuilibri më i përshtatshëm dhe më eficient është 1 me 3.5. Që të mbahet skema. Pra kuptohet që më shumë se 3 fishi. Kjo lloj reforme nuk do jetë reformë me arnime ose me rregullime të pjesshme, po besoj që do preki thelbin e sistemit dhe aq më tepër nëse bëhet fjalë për vitin 2056, për vitin 2072, tregon që analiza do bëhen për të paktën 2 breza, në mënyrë që dhe të jetë i butë kalimi, por nga ana tjetër edhe sistemi të jetë i qëndrueshëm. Është folur shumë, profesor, kjo është pyetja e fundit e kësaj temës së dytë që kemi zgjedhur së bashku, lidhur me reformën e re të pensioneve edhe përpara zgjedhjeve. A ju duket momenti më oportun i dur, sepse do kemi një qeverisje të konfirmuar nga vota e qetë e 11 majit, e cila do të ketë 4 vite për të bërë reforma edhe të rëndësishme për të nisur. Do shta është pikërisht momenti që kjo reform e dytë e pensioneve, që ka kosto, ne i dim, kosto të larta edhe politike, të mund të ndodhë pikërisht tani, do shta në këtë vit ose në fillim të vitit të ardhshëm maksimum, në gjykimin tuaj. Në parim, se edhe si mas kencave politike, përgjithsisht reformat më të vështira, reformat me më shumë kosto, po dhe që kërkojnë më shumë energji, qeveritë ose partitë i bëjnë gjithmonë në 2 vitet e para të mandateve të reja që ka. Është kohë e durë, si thua, 2025-2026. Në vitin e 3 dhe vitin e 4 kërkojnë të marrin frutet e asaj, të marrin, si thua, benefitet e reformave që kanë bërë reforma më të buta pa kosto. Por më shumë se kaq, mendoj që nevoja për reformën e pensioneve ishte emergjencë kombëtare, sepse sistemi po çdonte në shumë pika. Emergjencë kombëtare vërtet. Në shumë pika, vetë kategoria e moshës tretë ose e pensionistëve kishte shumë kërkesa të paplotësuara, modeli jon social nuk ishte i plot ashtu siç duhej dhe vetë struktura e skemës linte shumë për të dëshiruar ose të paktën u vu nën presionin. Gjithë ujë nga gjitha anët kjo barkë. U vu nën presionin e gjithë këtyre ndryshimeve të mëdha demografike dhe informalitetit që ndodhin në Shqipëri. Kështu që besoj që është një reformë në kohën e dur në kuptimin që duhet bërë patjetër dhe duhet bërë sa më shpejt. Dhe duhet bërë pikërisht në këtë 2 vjeçar. Dhe ndoshta akoma nuk është se ka një konsultim të gjerë publik. Jo. Mendohet që grupet veçanta në drejtimin e ekspertëve të Ministrisë Financave apo Bankës Botërore apo s'kan punuar deri tani, kjo është vërtet. Po punojnë, po gjithsesi mendoj që meqense preket shumë edhe çështja e modelit social dhe çështja e vetë funksionimit të sistemit fiskal detyrimeve duhet të jetë më e hapur dhe më transparente, jo në sensin për të kontrolluar si thosh nga shoqëria civile ose përgjithsisht nga njerëzit, por për të mbledhur sa më shumë ide, sa më shumë debate dhe sugjerime. Ajo që pritet bëhet, nuk do bëhet më për 10 vjet, siç u bë 2014-2015. Jo, po të paktën duhet të ketë përsëritje të tilla. Një efekt 30-40 vjeçar. Edhe ka nevojë vërtet për një diskutim gjithëpërfshirës. Për këtë
bjem shumë dakord, ju falemnderit edhe për këtë mendim. Profesor, ju e thatë, është i domosdoshëm, unë do të shtoja, kuptohet kur pa abuzuar se do të ishte vijimi mendimit tuaj, por ndoshta është aq e domosdoshme dhe urgjente kjo sa ndoshta nuk pret as fillimin e vitit të ardhshëm në shtator që do të konstituohet qeveria. Mirë është bëhet. Mund të lëvizi. Mirë është bëhet e menduar dhe e studiuar, sepse nëse do ketë pra të marrin dhe pak kohë. Nëse do ketë shumë element politik apo elektoral, mund të cënohet dhe mos jetë e qëndrueshme afatgjatë. Por mendimin tim duhet të jetë sa më shumë e zhveshur. Pra të marrin dhe pak kohë, sepse për 30-40 vjet na duhet. Mbizotëroj pjesa teknike, pjesa profesionale dhe vizioni largpamës se bëhet fjalë për 40 vitet e ardhshme. Kemi 2 minutat e fundit, me lejen tuaj po e fillojmë në temën e tretë, i lutem regjis, Banka Botërore në përmbledhjen e saj të fundit për vendin ton, 20% të varfër në Shqipëri ka dhënë dhe mesazhe të fuqishme për qeverisjen, kuptohet qeverinë e re që në shtator do të konstituohet. Përmbledhja e fundit e Bankës Botërore profesor për Shqipërinë thotë se varfëria parashikohet të ulet këtë vit me 1.1%. Por megjithse kemi rritje ekonomike, sërish 1/5 e popullsisë, thotë Banka Botërore, do të ngelet e varfër. Pse në gjykimin tuaj? Neve fakti njërë që shifra 20%, pavarësisht se mbrapa kësaj shifre janë shumë familje shqiptare që jetojnë në varfëri, po parë në një këndvështrim më të përgjithshëm, është një nga shifrat më të ulta të përqindjes varfërisë që ne kemi pasur në 20-30 vitet e fundit. Shumë e drejtë. Sidomos me që bëhet fjalë për standardet dhe për kriteret e Bankës Botërore. Fakti që do zvoglohet me 1.2%, edhe kjo është pozitiv, se tregon që trendi nuk është rritës, por është zvoglues, pra situata është në kontroll. Shqipëria është pjesë e objektivave të zhvillimit qëndrueshëm të mijëvjeçarit, ka qenë në periudhën 2000-2015, është në sistemin e ri me 17 tregues 2015-2030, ku eliminimi i varfërisë absolute dhe zvoglimi i varfërisë relative vazhdojnë që të jenë 2 nga objektivat kryesore. Por problemi i varfërisë ka të bëjë me faktin që kjo lloj varfërie që Banka Botërore llogarit është varfëri monetare. Pra, caktohet një kriter për sa i përket ardhurave individuale dhe familjare, dhe kush i ka nën atë kriter konsiderohet o shumë i varfër, që është baraz me mizerin, që në Shqipëri është pothuajse inekzistente, është varfëria relative, pastaj janë 2-3 elemente të tjerë derisa shkojmë nga shtresa më e pasur. Studimet e shumta sot dhe politikat që ndërmerren në këtë drejtim e shikojnë varfërinë edhe në 2 aspekte të tjera, jo vetëm si varfëri monetare. E shikojmë si varfëri për sa i përket shërbimeve dhe kushteve të jetesës, pra përgjithsisht nivelit të urbanizimit, infrastrukturës, gjithë shërbimeve të tjera të ujit pishëm, çfarë ofron shteti për jetesën tënde ditore, kushteve transportit dhe elemente të tjera, që dhe kjo llogaritet si pjesë e varfërisë ose e zhvillimit të një vendi, dhe një element i tretë që është shumë i rëndësishëm, që ka të bëjë me formimin profesional, me arsimimin e njerëzve, pra me mundësinë dhe aftësinë që ka gjithë secili për të dalë nga varfëria në mënyrë, si thosh, individuale, duke pas një profesion, duke pas një punë, duke bërë një shërbim, që lidhet pastaj me gjithë cilësinë e sistemit arsimor, edhe me formimin profesional që ne kemi. Me dritën në fund të tunelit varfërisë, nëse mund ta quajmë kështu. Nëse flasim për 20% të varfërisë në këtë moment, bëhet fjalë për një kriter të Bankës Botërore në lidhje me financiarit të ardhurave. Financiare. Besoj që ne nuk kemi politika qartësisht të adresuara për reduktimin e varfërisë, siç kishim në periudhën 1999, kur për herë të parë kjo çështje ushtrua 2000 deri në 2015. Se ka qenë tregues masiv. Që ka qenë tregues masiv, por gjithsesi mendojmë që zhvillimi ekonomik, rritja e punësimit dhe gjithë investimet në shërbime, në infrastrukturë dhe këto që përmenda, do ndikojnë që popullsia të dali nga varfëria. Është fakt që gjithë kjo periudhë që ne i vëmërim periudhë e tranzicionit, në fakt nuk është e gjitha e tranzicionit, se tranzicionit s'mund zgjasë ka shumë sa fund, ka provuar dhe një lloj polarizimit të shoqërisë shqiptare.
ajo shtresa e mesme në lidhje me nivelin e të ardhurave që dominonte në Shqipëri, në një farë mënyrë u polarizua në dy krah. Një pjesë e vogël në një pjesë të vogël të pasur, një pjesë më e madhe shtoi radhët e varfër. Dhe ne në vite përpara kemi pas dhe tregus dhe 40 dhe 45 dhe 50% të popullsisë që konsideroi e varfër. Kështu që praktikisht gjys për gjys. Ajo që është e rëndësishme tani që ne ta diskutojmë është që pavarësisht se një pjesë, po themi nga 21% mas kësaj deri në një nivel 40, 50, 60 nuk konsiderohet e varfër, por është një kategori sociale, një shtres që është shumë vulnerabël ndaj inflacionit, ndaj krizave ndryshme, ndaj situatave që ka rrezik që mund të bjerë prapë e varfër. Aq sa është e rëndësishme bëhen politika për reduktimin e varfërisë, po aq të rëndësishme janë politikat për konsolidimin dhe orientimin, si thua, drejt një të qenit më të pasur të kësaj shtresi që është në mes të këtyre të dyve. Një sigurie që kjo do të vazhdojë të jep dhe një ekuilibër social më të madh. Shumë e drejtë. Po ndalemi këtu, kemi edhe 2-3 mesazhe të Bankës Botërore për që do t'i bëjmë, profesor, me lejen tuaj pas mesazheve publicitare.